Shikoni, në këtë shesh nuk kam pas kompleks se siklet ja jap fjalën askujt, sepse në këtë shesh jemi gjithë barabartë. Ama sot, për herë të parë po kam një farë sikleti, se më duhet që fjalën t'ja jap dikujt që rezistoi sot me gjithë shpirt përballë forcave të rendit. Ej, Peter Shqipës! Mos të kujtojnë këto, dhe ato që vinë pas tyre dhe para tyre që është shqiptari trëmbët. Dhe da kemë sigur. Ne që ishim aty, policinë e tyre, e kemi mbrojt me krahë tona. Jo kemi dojnë për balë popullit për mi mbrojt me rujt pajësore. Këto nuk duan. Këto nuk duan. Këto nuk duan bëgje. Duha t'ju thëmë t'i shka. Nërta ky i shati, se s'du me ja thonë emrin, i për ullet asaj atje ma tonë, Melonit, si e ka emrin ajo, shqiptari, i për ullet vetëm Zotit ma. I për ullet vetëm Zotit, nënës që i ka po kokën dhe ati flamurin. As kuj tjetër. Zotit e bekov Shqipëri, Zotit e bekov Shqiptarë.